Dhe vëllezër malsor, me lejoni që në emër të Këshillit të Tretët të Malësisë Madhe që uroj gëzuar dhe për shumë vjet këtë festë të madhe, festën e vitit të ri. Vëllezër dhe motra malsor, po mbyllim një vit dhe një shekull të gjatë me shumë unë halle në luftra e pasojat të mërshme, burgje internime, komunizëm e larg Zotit e të pa shpresë për jetën. E tani në fund të shekullit të shpërndarë në gjitha anët e botës si pakush në planet. Në onë se sonde, në banketet tona të shtruara për të festuar këtë festë të madhe, si shtrimin e këtij shekulli, fillimi i shekullit të ri, në qendra e mira familje shqiptare, në sofrat e tyre karrikat janë bosh, janë veni fëmijëve tanë, janë veni atyre që ne rritëm me shumë unë e djes. Edhe ata sonde dëshirojnë të festonin bashkë, por kështu ose jeta shqiptarë shpërdar si pakush në botë. Por unë uroj që viti që vjen, që fillimi i shekullit të ri, që edhe ne shqiptarë të jemi më të lumtur e pranë Zotit, të bashkuar si kur ndonjëherë, si shekulli i lumturisë dhe shekulli i bashkimit, shekulli të thomë jo urrëties, jo vujtjes e përçarjes shqiptarëve, por shekulli ku ne jemi barabartë me Evropën, se pjesë e saj, se bitë tanë, po bashkojnë urat e ndarjes që ne i kishme botën deri tani. Edhe herë më lejoni që të uroj gëzuar dhe për shumë vjet, çdo familje malsore gëzuar